kthyem. O sa më kish marrë malli të kthehem si Ku duar Turkiti montazh. Okej. Faleminderit do U kthyen siç duhet. Sa më kish marrë malli që të thoja u kthyem. Po. Mos u kthe me trup të paktën. Jo. Të marri malli tamam, që dhe kur të kthesh siç duhet. Pse do të themi siç duhet, në të shpjegoj pak të faktin. Domethënë, kjo është shumë e sinqertë nga ana ime, kur besoj flas në emër të Donaldit. Të Donaldit më shumë. Po, të Donaldit më shumë, që ne nisjen e emisionit e vonuam, domethënë vonuam me një qëllim që ne të dilnim me personin e duhur në puntatën e parë. Dhe personin e duhur ne e gjetëm, përveç se jemi fansat vetët, që fansat vetët? Po, të tjerët, po. Okay. Fansat e tij, përveç se jemi fansat e tij që në vegjëli. Ai është një super artist, nga më të mirët që unë njoh. Edhe unë e them me plot gojën që jam fans i vetë. Që është më i miri. Po, që është më i miri, po. Dhe erdhi momenti që ne të prezantojmë Alban Skënderajin. Dua të kitjet. Bravo. Montazh, faleminderit Alban. Mirë dita, mirë mbrëma, në të gjitha. Fike dritën. Faleminderit për të hyrje. Jo, shiko, kjo është e sinqert nga ana ime, nuk lexova asgjë që ishte shkruar këtu. Dhe edhe ju e dini pse jam këtu, sepse e di që kjo gjë është e sinqertë. Kështu që kjo është një nga arsyet, domethënë përveç shoqërisë, është edhe që ju me të vërtet kur rrim, kur pyesni, kur doni të dini diçka, e keni me të vërtet. Patjetër. Shikon, jam shumë i sinqert kur i them këto fjalë. Ne jemi, unë dhe Donaldi të paktën që në vegjëli, kemi dëgjuar këngët e tua, kemi qenë që në kohën e kasetave Alban. Dhe dua ta them, nuk e di kam thënë ndonjëherë. Unë nuk kam marr kur autografe. Alban, të betohem në Zot, unë s'kam marr kur autografe. Bile kur vini në Vlorë artista, më thosha kush ai që të bëj foto unë me atë. Unë të kam marr ty kur ti X prit, kur ti po bëje X Factor. Unë kam marrë tek pallati i sportit edhe të kam thënë mund të ma firmosësh pak këtë? Edhe më duket se e ke atë. Edhe e kam akoma. Po ku e ke? Pse nuk e ke? Do ta gjej. A mund ta vendosësh në montazh? Po do ta dokumentoj. Do ta dokumentoj në montazh. Të betojmë si vetëm autograf që unë kam marrë në jetë ka qenë nga ty. Po, kurse unë kam kënduar këngën tënde në klasë 4. Kjo nuk është se të bën të madh në moshë, por që ne jemi rritë shumë shpejt. Ne jemi rritë shumë shpejt. Donaldi u rrit shpejt. Shumë faleminderit Alban që je këtu sot. Jemi gjëra të reja. Jeni një moment unë do ta quaja kulmor, të paktën siç e shoh unë si njëri që ta kam ndjek karrierën tënde që prej fillimit të saj, edhe jam vërtet shumë i lumtur për ty. Jam shumë i lumtur për ty sepse më bëhet qefi kur artisti merr atë që meriton. Edhe ti e tamam rasti që ti ke marrë atë çfarë ke merituar për mendimin tim. Flas në turin motiv, flas në dashurinë e njerëzve që të kanë dhënë gjatë gjithë periudhës së turit dhe do doja që ta nisja me pjesën e fillimit tënd. Në fillimit flas fillimit të turit, jo fillimit tënd si artist. Dhe çfarë ka ndryshuar Albani nga Albani si artist i parë në Albani ne hapjes në një loje të madhe koncerte, sepse duhet thënë që ishte ti ai që e more përsipër të pjesën e bindshme të tureve masive, besoj po, sepse është edhe unë po të dua mund të shkoj edhe të marr një sallë edhe të filloj të bëj marketing dhe më se do mblidhemi, e kupton? Por që një artist të nisi një tur i vetëm pa një makineri marketingu në mbrapa, siç janë televizionet ose mënyra të ndryshme për ta suportuar nismën tënde, unë mendoj se është shumë e vështirë në Shqipëri dhe shumë e rrallë. Prandaj dua një duartërkitje shumë të madhe dhe nga ju që po e ndiqni për të gjën, sepse do ta quaj një punë shumë serioze jotja ndër vite, sepse nuk besoj se kjo është një gjë që ka ardhur thjesht rastësisht.